Goca... O goca, hajde pak. Aj pe që të pash, 1 sekond pra se erdha. Soti më. Alo. S'pas ka punë fare sot. Hajde të lutem se kemi 20 minuta që presim. Ha. Të lutem do na bësh një kafe të shkurtër, një cappuccino. 1 sekond, se s'jam robotun këtu. Ti mbaj çik shnim apo më thoni dhe i herë. Macchiato me shumë është ftohtë deshe, besoj, jo? Jo, normale. Normale. Po. Në këtë vap. Kafe gjys, cappuccino edhe një ujë. Po. Thjesht vetëm ujë. Po. Asgjë tjetër. Okay. Ambienti të lutem, ë? Ambienti, edhe po ta sollat ftohtë do e lesh 2 minuta këtu me këtë vap ka për të bërë ambienti. Sa pretendime kanë këtë. Kafe shkurtër, cappuccino, ujë, macchiato me shumë ftohtë. Më fal, porosita macchiato normale. E porosita normale. Është e njëjta logjikë me atë të ambientit. Po e le 2 minuta ka për të bërë ngrohtë. Se kuptoj. O shpirt, në punë jam. Po ka shumë punë, o zemër, jam lodhur shumë sot, vetëm duke marrë porosi edhe duke i ndet klientave në kokë, nuk e di, po do më lastosh sot se jam lodhur shumë fare. Goca, do na sjellësh faturën të lutem? Fatura? Jo, shpirt, sa më frasin, më shkoj direkt aty në tavolinë se ti e di që unë punoj fort, më kupton? O goca, të lutem se do të çohemi. Po shpirt. Aha. E po tani femra jeni dhe ju, shifni që jam të fol me dashurin, faturën, këtu jeni. Ja, ta sjellun faturën, na. Mirë, qetësohu. Di që të më pagujt. 4.500 lek. Po 200 lek bakshish më. Po jeni 5 veta këtu, si u vit çik zor. Ishe pak e pasjellshme.